Dhe prej formave tjera të manifestimit të kësaj thirrje të fshehtë shpirtërore është edhe ndjeshmëria ndaj Kuranit, ndaj këshillës. Pra ndjeshmëria ndaj këshillës kuranore, ndaj fjalës së Allahut në veçanti dhe ndaj këshillës njerëzore në përgjithësi. Një ajet ndodh që e prek zemrën e njeriut. Një ligjërat ndodh që e trondit pak njeriun, pra e kthen realitet. Edhe ja largon atë pluhurin e harresës dhe pluhurin e neglizhencës që e ka kapluar atë. Një fjalë bën që ne të reflektojmë. Sa herë ndodh që njeriu kur e dëgjon një ajet Kuranit, kthehet në besim, kthehet në udhëzim, i hapen sytë e zemrës, e kupton realitetin, e njeh qëllimin e jetës. Prandaj kur nuk duhet me i neglizhu këshillat, sidomos këshillat që na vijnë me fjalët e Allahut, me ajetet e Kuranit. Pastaj këshillat që na vijnë me hadithet e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot për fjalën e tij dhe për veten e tij: "Wa man asdaqu min Allahi qila, wa man asdaqu min Allahi haditha." Kush mund të fletë më mirë, më qartë, më besueshëm, më sinqert se sa Allahu? Kush mund të shprehet me diçka më të mirë, më të përshtatshme, më të bukur, më të kënaqshme se sa fjala e Allahut? Absolutisht jo. Dhe nëse fjalët e Allahut nuk i zbusin zemrat tona, nuk na zgjojnë nga ky gjum dhe nuk i përgjigjen kërkesave dhe nevojave tona shpirtërore, kush mendoni se mund ta bëjë një gjë të tillë? Absolutisht jo. Çfarë do këshilla që ne mund ta themi sot? Dijeni që bazën e kemi në fjalët e Allahut dhe në fjalët e Resulullahut. Njeriu më i ditur që ka ekzistuar, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a ka folë nga vetvetja? Jo. Ka qenë njeriu më inteligjent që ka ekzistuar. Nuk ka në historitë e njerëzimit njeri më inteligjent. Kuptimi njerëzor. Pra çfarë do fjalë që do ta thonte pejgamberi Allahut, siç edhe ka vepruar në fëmijë, çka do të që ka fol, i ka fjet në hatër çdo kujt që e ka dëgjuar fjalën e tij. S'ka pas pejgamberi, s'ka qenë ende i përzgjedhur nga ana e Allahut që të jetë pejgamberi Allahut. Ja ka qelluar sa herë ka fol. Se natyrshmëria e tij ka qenë e pastër dhe inteligjenca e tij ka qenë maksimale. Por prap pejgamberi Allahut s'ka fol nga hamendja, wa ma yantiqu anil hawa. Ai s'ka fol nga hamendja, s'ka fol nga vetja vet, nga teket e tij. In huwa illa wahyun yuha. Çdo gjë që e ka fol, çdo gjë që e ka shpreh, ka qenë shpallje me cilën Zoti e ka nderuar, edhe e ka përzgjedh. Prandaj dhe çdo fjalë jona që mund ta themi, për dietarëve më të njohur globalisht, ata që janë me renome maksimale botnore, e deri tek një hoxh më i vogël si unë, dijeni që nuk flasin për vetes sonë. Çdo gjë e kemi të bazuar në Kur'an. Është vetëm interpretimi, por esenca, parimi, premisa është kuranore dhe pejgamberike.